Koleg, sot do t'ju paraqes një rast faloceleje, anomali kongenitale me mbylljet pa plot dhe defekt të murit të përparëm të barkut, ku dalin organet e brendshme, siç janë ancat e zorëve, mëlçia, të cilat dalin përmes një porte hernjare, që zakonisht ndodhet në bazën e funikulit kërthizës, i cili në fakt është i përfshirë dhe zakonisht ndodhet në majën e qesës. Hernjare, pra ajo që është vetë mbajtësja e këtyre organeve të hernjuara, që i përmban dhe është e përbërë nga peritoneumi dhe amioni. Diagnoza mund vendoset herët, që në 3 muajrin e parë, pas javës së 12 të shtatëzënisë, në momentin kur vlerësohet mungesa e zgjidhjes së asaj hernje fiziologjike. Meqense se vazhdojnë të jenë të pranishme organat e barkut, të cilat janë të hernjuara dhe duken jashtë barkut fetusit dhe mbahen nga qesja hernjare, diagnoza kryesore diferenciale që mund të vendoset është ajo me gastroskizën, e cila përfaqëson gjithashtu një defekt të murit përparëm të barkut, pra me herniacione të organeve të brendshme dhe zakonisht të zorëve, të cilat nuk janë të mbuluara nga një qese hernjare, por janë të lima dhe lundrojnë brenda lëngut amniotip. Defekti zakonisht nuk përfshin kordonin e kërtizës, në fakt ai është i vendosur më djathtas në krahasim me të, në nivelin e murit përparëm të barkut. Kjo diagnoza diferenciale është thelbësore edhe nga pikpamja prognostike, pasi zakonisht gastroskiza nuk lidhet me anomali të tipit kromozomik gjenetik, ndryshe nga onfalocelet, i cili shpesh mund shoqërohet me këtë lloj anomalie, për të cilat do të flasim më vonë. Onfalocelet mund të lidhen ngushtë me faktorë si madhësia dhe lloji i përmbajtjes. Ato mund të jenë të vogla, nën 5 cm, të cilat zakonisht përmbajnë pothuajse vetëm anca të thjeshta intestinale. Onfalocelet gjigante, mbi 5 cm, mund të përmbajnë edhe pjesë të mëlçisë. 3,050% e rasteve shoqërohen me anomali kardiake, renale, defekte të tubit neural si spina bifida ose sindroma të tjera. 10% lidhen me sindromën Beckley-Wiedemann, që karakterizohet nga onfalocele, makrosomia, hipertrofi fetale, makroglosi dhe visceromegali. Lidhja me neoplazin mund të përkeqësoj prognozën. Në 4,050% të rasteve, onfalocelet lidhen me trisomin 13 dhe 18, në rastet e onfaloceleve gjigante me efekt hernjar më të madh. Kur përfshihet një pjesë e mëlçisë, shoqërimi me neoplazin dhe anomalit kromozomike është më i ulët, rreth 5-6%. Në krahasim, rastet me shoqërim më të lartë arrin 80-90% të defektet më të vogla, që përmbajnë vetëm ansa të zorëve. Për shoqërime me anomali strukturore, kardiake ose jashtëkardiake, përqindjet janë shumë të ngjashme mes 2 llojeve të defekteve, pavarësisht për masave. Sa i përket diagnozës diferenciale, kryesorja mbetet gastroskiza, karakteristikat e së cilës i sqaruam më parë. Përmendim edhe pentalogjinë e kantrellit, që përfshin defekte abdominale si onfalocele, por edhe defekte torakale që prekin sternumin, diafragmën dhe ektopin kardiake. Gjithashtu edhe bodecetolkalomali, e cila karakterizohet nga një bark fetal me onfalocele, një kordon umbilikal të shkurtër, trupi i ngjitur pas murit të qesës gestacionale ose gjithsesi të placentës, dhe anomalit tipit vertebral me raste dhe skolozës fetale. Pastaj rastet me onfalocele, me defekt abdominal të poshtëm, ekstrofit fshigzës, anus imperforat dhe anomali spinale. Pacientja erdhi për screeningun e 3 mujorit parë. Shohim kockën e hundës. Në profil vërejmë hapësirat vetronukale me translucencë intrakraniale normale dhe translucencë nukale 1, 8 mm. Vlerësojmë për masat dhe gjatësinë kokabisht, që përputhen plotësisht me javët e amenores, duke përjashtuar makrosomin dhe sindromën Beckwith-Wiedemann. Stomaku shihet qartë në abdomen. Situs solitus është në rregull. Në vlerësimin ekokardiografik të 4 dhomave është e mundur të shihet brenda ventrikulit majt një vatër e vogël hiperekogjene, shumë e ngjashme me një lloj golf ball të 3 mujorit të dytë. Në vlerësimin me color Doppler shohim një mbushje ventrikulare brenda normales, paksa e reduktuar në EO të ventrikulit të majt, sigurisht që meriton rivlerësim në 3 muajin e dytë në javën e 20, duke kampionuar pastaj valvulat, si mitralen ashtu edhe më pas trikuspidalen, të dyja plotësisht normale, pa regurgjitim dhe të mbyllura mirë. Edhe njëherë shohim aplikimin e color Dopplerik, edhe treva e trakjes është brenda normales.
Te vlerësimi i barkut të fetusit, shohim një stomak intraabdominal, por dalja e organeve jashtë barkut, brenda lëngut amniotik, tregon një defekt të madh herniar. Në fakt, është një defekt i konsiderueshëm. Gjatë vëzhgjimit me ekografi transvaginale, shihen me ekogenicitet të ndryshëm, lakoret intestinale shpesh më ekogjene dhe përmbajtja brenda barkut të fetusit. Shohim stomakun brenda zgavrës abdominale, pra nuk është i hernjuar. Vërejmë kordonin umbilikal dhe defektin në bazën e tij, ku kordoni futet në majën e qesës me organet e hernjuar. Ekogeniciteti mund të përfaqësojë një pjesë të mëlçisë brenda defektit të omfalocelës. Vazhdojmë të vëzhgojmë praninë, gjithashtu të fshikëzës, e cila po ashtu ndodhet brenda rajonit të poshtëm të barkut, pra një fshikës që nuk është e hernjuar jashtë, duke përjashtuar rastet e ekstrofisë së fshikëzës, dhe një arteri umbilikale që paraqitet e vetme. Në menaxhimin prenatal të omfalocelës është selbësore kryerja e ndjekjes me ekoserike, pra çdo 4 javë përsëritet një ekografi. Për vlerësimin e biometrisë fetale dhe rritjes së lëngut amniotik, si dhe vlerësimin e anatomisë fetale, veçanërisht edhe në fazat pasuese, në fazën evolutive në 3 muorin e tretë, për të vlerësuar pranimin, shoqërimin me anomali të tipit kardiak ose renal, të cilat, siç e dimë, janë shumë të larta në rastin e omfalocelës. Zakonisht defekti i identifikuar në javën e 12 deri 13 do të rivlerësohet pas 2 deri 3 javash. Të pas në kohën e morfologjisë, kjo për të vlerësuar pikërisht evolucionin e situatës. Në 90% e rasteve, defektet e vogla me ansa intestinale zhduken rreth javës së 15 gjatë ekografisë morfologjike. Ndryshe, hernit dhe të ashtuquajturat omfalocele gjigante mbi 5 cm, që përmbajnë edhe mëlçin, nuk pësojnë regresion, por kërkojnë kirurgji në momentin e lindjes. Është e rëndësishme edhe kryerja e ekokardiografisë fetale, pikërisht për shkak të rrezikut të lartë të lidhjes me anomalitë e zemrës te omfalocelet. Dhe të këshillohet më pas konsultimi gjenetik për të vlerësuar mundësinë e një diagnoze invazive prenatale me marrjen e kariotipit të fetusit. Faleminderit për vëmendjen.